Mos t'ju hidhëro gruas tënde, arsyetoje. I dashuri vëlla, ti që je martuar dhe ke disa vite martes, tash edhe prindi fëmijëve. Pse hidhërohesh me gruan tënde? Sa shumë çifte që ishin shembull të një martese të suksesshme, dështuan në fund. Arsye të shumta, por ndërto edhe moskuptimi apo mos arsyetimi i gruas nga ana e burrit. Por pse nuk duhet hidhëruar gruas, partneres së jetës tënde? Ajo është grua, nën, motër, vëlla. Ajo është andise, ajo është mësuese, ajo është këshilltare, ajo është doktoresha shtëpisë, ajo është e dashura e shtëpisë. Ajo rrin në këmbë tërë ditën. Ajo kujdeset edhe për gjërat më të vogla për të gjithë ju. Ajo ulet e fundit në kuzhinë, ngrihet e para. Ajo përgatit ushqim për qefet e të gjithëve, asnjëherë për veten e saj. Ajo rrin tërë natën zgjuar kur fëmijët çajnë. Ajo nuk ha ushqim me vetme, pa u kthytin nga puna. Ajo të thërret kur ti vanohesh, ajo merakoset për ty. Ajo ta nderon e respekton nanën e babën, ajo ta nderon familjen, ajo kujdeset për të gjithë të afërmit e tu. Ajo nuk shko tek familja e saj, nuk mundet të lënë ty të vetëm. Ajo dhe ajo, gruaja jote, që nuk duhet të hidhërohesh nëse mund ta bëjë ndonjë lëshim me ose pa dashjen e saj. Ajo mund të lëndojë nga angazhimi i saj tepërt për familjen. Arsyetoje. Arsyetoje kur ajo mund të mos buzëqesh kur ti ke nevojë, kur nuk të flet ndonjë fjalë miradije, kur ti je në stres apo ke nevojë, kur nuk mund të hap telin kur ti je thret. Ajo mund të jetë duke u kujdesur për shtëpinë, për higjienën, për fëmijët, për ushqimin, edhe kur të lën anash pa dashje, prap është duke u kujdesur për ty. Andaj, vëlla i dashur, arsyetoje gruan tënde, partnerin e jetës tënde, atë me të cilën do të rrugëtosh së bashku deri në vdekje.